Nërmiq, mirë se ritakojmë sërish në kopshtin e devotshmërisë në këtë takim të përjavshëm, ku me hoxhallar të ndryshëm trajtojmë tema të cilat duhet ndikojnë drejt për drejt në devotshmërinë tonë. Dhe prej temave të rëndësishme që Kurani famlar dhe tradita profetike i përmend në mënyrë të vazhdueshme është frika dhe shpresa, dy koncepte të rëndësishme në jetën e besimtarit. Po si do t'i kuptojë besimtari këto dy ndjenja, si do t'i kultivojë në veten e tij dhe si do të reflektojnë në fetarinë e tij dhe në përditshmërinë e tij. Për gjitha këto do të kemi shpjegimet e hoxhës nderuar Shuaib Greçevci. Hoxh, mirë se vini. Shpërblej për ftesën. Hoxh, nëse flasim për frikën edhe shpresën, dy terma ndoshta shumë të përgjithshme që secili mund t'i jap konotacionin e vet, por në kuptimin islam, çfarë kuptojmë me frikë dhe me shpresë? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Po frika si kontekst, domethënë gjithashtu edhe shpresa, to janë dy kontekste që në aspektin fetar islam nuk duhet që të jenë të ndara njëra prej tjetrës. Frikë në islam nuk kuptojmë një trishtim, nuk kuptojmë diçka dëshpërim, po frikë që t'i afrohemi Allahut Azza wa Jall. Nuk janë si këto frika tjera që kur të friksohet prej diçka me ik prej dikujt, po frika në islam është me ik te Allahu. Domethënë, frikë që na afron te Allahu subhanahu wa taala. E që për çfarë mu friksu? Prej asaj që ka Allahu dhul Gjelal e ka bo haram, e ka ndalu, mu largu prej saj dhe mu afru Allahut Azza wa Jall me atë çfarë na ka urdhëruar neve. Kurse te shpresa është gjëja e cila çdo njeri e ka atë shpresën, e ka atë ndjenjen se përderisa neve kemi frikë Allahun Azza wa Jall edhe po mundohemi me qenë afër Allahut Azza wa Jall, atëherë Allahu subhanahu wa taala kemi shpresën që Allahu do të na jap shpërblimin, do të na afrojë atë çfarë e kërkojmë prej tij, ndihmën e kështu me radhë. Pra si term, si koncept të frikës edhe të shpresës është që duhet të jenë, domethënë paralel patjetër. Ibn Qayimi e thot këto me një shembull shumë interesant dhe merr shembull zogun, shpendin. Thot shpendi e ka kokën edhe i ka dy krahët. Koka, domethënë aludon dashurinë ndaj Allahut Azza wa Jall, se koka do drejton, të menduarit drejton ka Allahu subhanahu wa taala, kurse krahët njëri është frika, tjetri thot është shpresa. Nëse nuk e ka kokën, shpendi i ngordh. Po në qoftë se nuk e ka ndonjërin prej krahëve, nuk mundet me fluturu. Domethënë koka, dashuria për me shku te Allahu Azza wa Jall nuk duhet me qenë vetëm me njërin krah, po duhet me qenë me të dy krahët, edhe me u afru Allahut subhanahu wa taala që me urujt nga të këqijat dhe me pas shpresë që Allahu do të na jap shpërblimin. Ndërkohë, balancimi mes ndjenjave, mes kuptimeve, shpesh është sfidë më vete dhe është jo aq i lehtë për tu arritur. Si duhet të arrihet, çfarë ndihmon për të patur një balancim të duhur midis frikës dhe shpresës, dhe a duhet që njeriu të friksohet nga Zoti dhe ndërkohë në të njëjtën kohë të shpresojë prej tij? Këto, siç e tham, duhet patjetër që të jenë paralel. Si frika ashtu me shpresën duhet patjetër që të jenë paralel, që të vazhdon muslimani me këto të dyja. Në qoftë se njërin prej tyre nuk e kanë mbjellë në zemrën e tij, atëherë me të vërtetë ai do të çaloj gjatë udhëtimit për drejtë e Zotit Allah xhella xhelaluhu. Ai i cili, siç thonë dietarët, ai i cili nuk ka frikë ndaj Allahut Azza wa Jall, ai ka një zemër të prishur. Se Allahu dhul Xhelal kur të urdhëron ose kur të ndalon për diçka, ai e din se ai ne jemi produkti i Allahut Azza wa Jall. Allahu dhul Xhelal na ka kriju neve dhe ai din se çfarë duhet bëjmë neve që ta kemi një jetë modeste, një jetë të qetë në këtë dunja, edhe din se çfarë shpërblimi i madh na pret në ditën e gjykimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë: "Law ya'lamu al-mu'min ma 'inda Allah min al-'uquba ma tama'a bi jannatihi ahad." Sikur ta dinte besimtari se çfarë dënimi Allahu Azza wa Jall ka në ditën e Kiametit, nuk do të kishte me shpresu askush që do ta fitonte xhenetin.
prej dënimit që e ka shumë të madh Allahu Azza wa Jall ditën e Kiametit. Po edhe te pabesimtari. Ai pabesimtari i cili ta dinte se çfarë mëshire ka Allahu subhanahu wa taala, do të shpresonte shumë se do të ishte prej banorëve të xhenetit. Si të kuptohet kjo? Kjo kuptohet se besimtari duhet ta ketë atë frikën se duhet patjetër që të vazhdoj në atë udhëtimin te Allahu Azza wa Jall duke u ruajtur prej mëkateve. Se nëse nuk ruhemi prej mëkateve atëre, me një farë mënyrë s'kemi bazë gjë. Nuk kemi bazë gjë. Po të njëjtën kohë të kemi shpresë te Allahu Azza wa Jall se udhëtimi jon do të jetë i bereqetshëm e do ta marrim atë që na ka premtuar Allahu Azza wa Jall. Për me marrë një shembull. Llogaritë vetën tënde je para një deti edhe mbrapa ki armikun. Çfarë do bëjmë? A do të kem frikë as shpresë? Është e çuditshme. Mirë po, kjo ndodh me Musa alayhi salam dhe popullin e tij. Është para një deti. Frika të gjithë i ka plën. Edhe çfarë thonë populli? Inna mudrakun. U zunum i drejtojnë Musa alayhi salam se Musa alayhi salam i tha Allahu na ka premtuar se do të na shpëtoj. Hadeni mas meje. Edhe kur shkojnë mas Musa alayhi salam dhe afrohen detit edhe shohin Firaunin mbrapa, atëherë inna mudrakun, na u kapëm, u zënëm. Mirë po, Musa a.s. me mbështetjen që kishte në Allahun, me shpresën që kishte te Allahu Azza se Allah e ka premtu, edhe Allah kur premton do ta zbatoj patjetër. Atë çfarë thot? Inna ma'i rabbi sayahdin. Mos keni të lashe, se Allahu Azza wa Jall është me neve, është me mu, edhe ai do të na bëjë një zgjidhje. Ai do të na bëjë një zgjidhje. Kjo është shpresë, do të thonë edhe në atë momentin kur ti fare nuk ki shpresë te Allahu, që nuk i shpresë që do të shpëtosh, edhe aty Allahu Azza wa Jall do të vijë me ndihmën tonë, me ndihmën e vet, që të ndihmoj. Shembulli tjetër. Do të thonë Musa çfarë i tha? I tha preke me shkop detin edhe deti u dan dysh. Edhe kalun musliman. Po toka është interesant se toka u bë e kalueshme. Jo e përlloqur. Po e kalueshme do të thonë që me kalu edhe mos me pas problem fare. Që një farë mënyre me i bind besimtarët, popullin e Musës alayhis salam me bind se ai i cili na ka premtuar, ai na e bën edhe zgjidhjen. Andaj kthejuni dhe besoni atë edhe adhuroni vetëm atë dhe mos adhuroni dikë tjetër. Kjo është shpresa, do të thonë, mas gjithë asaj frike. Shpresë tjetër kemi Yunusin alayhis salam. Prap të marrëm si shembull, llogaritë me që në fund detit atje. Përveç jenë në fund detit në atë errësirën e detit, jenë në errësirën e gjithësisë, po je edhe në errësirën e barkut peshkut. Kush është ai që të shpëton ti prej këtu? Kush është ai? Vetëm ai i cili i drejtohesh atij e që është krijuesi Allahu Azza wa Jall. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. I mjaftoi Yunusi alayhis salam me bë këtë dua. Kishte shpresë te Allahu Azza wa Jall se Allah ka me bëni zgjidhje. O Zot, i drejtohet Allah, la ilaha illa ant. Nuk ka të adhuruar përpos teje, nuk meriton askush të adhurohet përpos teje, o Zot, ti je pa tmeta. Inni kuntu minadh zalimin. Unë i bëra pa drejtësi vetes tam. Andaj na e bëni zgjidhje. Edhe Allahu Dhul Xhelal e pranon lutjen e Yunusit alayhis salam, edhe nxjerr prej këtyre errësirave, e nxjerr një dritë edhe e shpëton. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë ajet thot ai i cili ka ndonjë telash, ndonjë pikëllim, ndonjë breng, edhe thot këtë dua që e ka thonë Yunusi alayhis salam, ka shpresë te Allahu Azza wa Jall se ka me çliru prej asaj brenge, prej atij pikëllimi. Pra duket sikur shpresa nuk është vetëm në aspektin e ahiretit, pra për të shpëtuar, po themi, dëshkimit të Zotit nga humbja, po është një shpresë që kultivohet që këtu, pra që tek nevojat jetën e kësaj bote. Po jetën e kësaj bote, po është e mira se shpërblimi është edhe në botën tjetër. Pra edhe marrim sevap, edhe ndihmohemi në përditshmërinë tonë. Po tash sa interesant se nëse i dhajmë njerëz anë për parësi më shumë se sa tjetrës. Çfarë ndodh nëse kultivojmë të për frikën? Këtu është dhe do bëjmë tek shpresa. Këtu do të bëhet problemi. Se llogaritë për shkak nëse gjithkohës jemi duke u friksuar. Friksohemi edhe subhanallahu çfarë ndodh? Vjen një moment dhe themi që jo, Allah nuk do të na i fal gjinohat. Allah nuk do të na fal neve.
ai I cili thot se Allahu nuk do të na I falë mëkatet, ai me të vërtet ka bën një mëkat shumë të madh. E ka bën mëkatin shumë të madh. A dim se Allahu dhul jalal po thot wa rahmeti wasi'at kull shay. Mshira jam e ka përfshi çdo gjë. E ti kur thu që Allahu nuk ma fal mua mëkatin, atëherë ti e ke mohu mshirën e Allahut azza wa jall që e përfshin çdo gjë. Prandaj për mëkateve shumë të mëdha është, nëse ti thu se Allah nuk ma fal, unë nuk meritoj me ma fal Allah mëkatin. Jo. Se Allahu xhelal andje të çfarë po thot? Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusikum. Thuaj, o robët e mi, që e keni tepru, jo që keni bërë gjunahe të thjeshta, po e keni tepru me mëkate. Me mëkatet e juve janë të shumta, edhe jeni të vazhdueshëm në ato mëkate. Mos e hopni shpresën te mëshira e Allahut azza wa jall. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu të gjitha, pa përjashtim, gjitha mëkatet I fal. Mos humni shpresën te Allahu azza wa jall. Mos thuaj se Allahu s'ka më fal. Mos thuaj edhe me u dëshpëru. Mos e kjo pastaj të kalon të ajo faza cila tash për fat keq ka fillu domethënë me të madhe ankthi, ka fillu me të madhe depresioni, kanë fillu me të mëdha domethënë këto problemet psiqike tek njerëzit, pse shumicën e rasteve janë se nuk e kanë lidhjen e mirë me Allahun. Frika dhe shpresa ju mungon. Ose njëna ose tjetra ose ndoshta edhe dyjat. Mohimi I shpresës tek Zoti është dhe një lloj mohimi I vetë Zotit një formë, për është një lloj ngjyrimi I po përderisa Allahu azza wa jall po thot mos hum shpresën, po kush jam unë, kush është ai tjetri që e hum shpresën te Allahu azza wa jall? Pse duhet humbet shpresa te Allahu azza wa jall? Ai personi që bante 40 vite në kohën e Musës alayhis salam, 40 vite I bën mëkat Allahut azza wa jall, mas 40 vite vjen momenti edhe Allahu xhelal ja fal mëkatet. Musa I thot, a bën me ditë se kush ishte ai? Se Ben Israil donin shi, nuk binte shi. Dhe Allahu azza wa jall I tha, nëse lajmërohet ai personi që 40 vite është duke bërë mëkat, unë sjell shiun. Ai nuk u lajmëro. Shiu nuk po bjen, po kjo u pendu, tha o Zot, 40 vite të kam bërë mëkat, e tash në këtë moment mos ma merr ftyrën para Ben Israilëve. Po të pendohem sinqerisht, po kthehem te ti o Zot. Po trokiti derën e pendimit, po afrohem te ti. Pra një shembull konkret I shpresës. Po, kjo është shpresa, domethënë, po vite ti o Zot, falmi mëkatet. Edhe filloi shiu me ra. Po, personi nuk u zbulu se kush është. Musa po kërkon se kush është ai personi, po don me di çdo njëri ishte korreshtar me di se cili është ai. Mirë po Allahu po thot, 40 vite ja kam shef se kush është. Edhe tash masi u pendu, nuk do ta zbuloj se kush është. Do të thonë kjo është mëshira e Allahut azza wa jall, që kur ke shpresë te Allah I fal gjitha gjunat. Mirë po tash është një diçka që duhet me pas parasysh. Shpresa ose në gjuhën arabe që quhet raja, kjo raja e ka kuptimin shpresë për diçka duke e përmirësu gabimin e bërë. E duke reflektuar, pra një shpresë e cila na ndihmon që të përmirësohemi, jo për përmirësim. Jo na largon nga përmirësimi. Absolut. Se tjetra për shembull në gjuhën arabe ka fjalë tama, ka fjalë temenna. Kjo tama edhe temenna e ka kuptimin me shpresu, po me vazhdu në mëkate, me vazhdu në gjërat këqija. Duke shpresu te Allah azza wa jall, se Allah është I mëshirshëm, e na I fal gjunat po ti. Je I vazhdueshëm mëkate, nuk pendohesh asnjëherë, nuk I ngrit dorë asnjëherë me kërku falje te Allah azza wa jall. Kjo domethënë nuk ka të bëjë me raxhan. Se raxha është shpresë që dojna përmirësim. Pra ne bëjmë tonën, përpiqemi maksimalisht në sebepet që Zoti na ka mundsuar, pastaj mbështetemi fort tek ai dhe kemi shpresë se do të ketë zgjidhje të dobishme për ne. Patjetër. Kjo është domethënë ai definicioni domethënë se përndryshe si frika, pastaj nëse qofse vetëm anojmë nga frika ose nuk e marrim parasysh shpresën, atëherë siç edhe cekum, atëherë me të vërtet depresioni, ankthi do të shfaqet akoma më shumë. Se njeriu I cili shembull nuk shpreson te Allah që ja fal mëkatet, ai ka me vazhdu me gjunahe. Pastaj thot jo se unë nuk meritoj me më fal, jo se kështu lloj, domethënë fjalisht që I folin që kemi domethënë edhe në jetën e përditshme që na flasin njerëzit. Mirë po, kjo është prej gabimeve, prej gjunave më të mëdha që njeriu e humb shpresën te Allah azza wa jall, edhe subhanallahu me frikën e tij se Allahu kur nuk ka më fal atë.
shpesh ankthi, depresioni, rëndesa psikologjike dhe emocionale ndodh në momente të vështira të jetës. Shumë studentë përjetojnë në momente të provime të vështira, shumë të tjerë në situata familjare, në situata shëndetësore, financiare. Ju po thoni që në të gjitha këto situata duhet të aktivizojmë shpresën e vërtet dhe reale. Patjetër. Fudail ibn Ayadi rahimahullah po thot, frikën shfrytëzoni kur jeni të shëndosh, kur s'keni telashe, kur s'keni brenga, kur jeni shëndosh, s'keni smundje. Kurse rajan, shpresën shfrytëzoni kur jeni të smur, kur keni pikëllim, kur keni ndonjë telashe. Pse kur jemi shnosh me shfrytëzu frikën? Se kjo të motivon domethënë mos me bë vepra të këqija. Të motivon domethënë me bëni vepra të mirë, me aktivizu veten tënde domethënë nga rruga që të drejton te Allahu Azza wa Jall. Me bë vepra sa më shumë të mira, sa më shumë të mëdha, ato vepra të jenë të shpeshta, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha ahabba Allahu, nëse Allahu e do robin e tij ista'malahu, e përdor atë. Nëse ja don të mirën Allahu robit tij, e përdor atë. O e kanë pyetur çka është me përdor atë o i dërguami i Allahut, thot e bën që të bëj vepra të mira para vdekjes tij. Do të thonë, Allahu xhelal e di se kur do e kemi përfundimin. Dhe para përfundimit ton, kur na e don të mirën, Allahu xhelal të shtyn që ti bësh vepra të mira, e me këto vepra të mira që ta merr shpirtin me gjëra të mira, me vepra të mira. E pse bëhet kjo? Se frika dhe shpresa është në nivel të duhur. Zemrën e kemi të mirë, zemrën e kemi të pastër. Se nëse vazhdojmë vetëm me gjunahe, edhe do të thonë nuk kemi absolut atë brengën se Allahu subhanallahu do të na i fal një herë, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa më shumë robi që bën mëkate, zemra e tij mbushet me pika të zeza. Prandaj Allah çfarë po thot Azza wa Jall, wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Ato ftyra do të thonë që kanë me pa Allahun Azza wa Jall ditën e gjykimit, po janë disa ftyra që nuk do ta shohin. Disa ftyra ditën e kiametit do të jenë të bardha, e disa ftyra do të jenë të zeza. E këto të bardhat do të janë që do ta shohin Allahun Azza wa Jall, kurse këto ftyrat e zeza nuk kanë mundësi me pa Allahun Azza wa Jall. A ka, si ta quaj, a ka dëshpërim më të madh se kur shkon ti në ahiret edhe mos me mujt me pa Allahun subhanahu wa taala. Kur Allahu dhul Jalal po i fut banorët e xhenetit në xhenet, banorët e xhehenamit në xhehenam, edhe banorëve të xhenetit po ju thot me u mbledh të gjithë. Edhe ju thot, a jeni të kënaqur me atë çfarë ju ka dhënë Allahu? Të gjithë po. A doni diçka më të bukur se kjo? Thot pa ka diçka më të bukur se xheneti? Edhe Allahu hjek perdën e vet. Edhe shohim Allahun subhanahu wa taala. Allahu na bëf fytyrë ya Rabbi. Amin. E tash këtë, nëse kemi me zemrën e mbushur me mëkate, edhe bëhet zemra e zezë, si merr pa Allahun Azza wa Jall. Pra, mëkatet janë ato që na largojnë nga Zoti, po ndërkohë është frikë respekti që na largon nga mëkatet dhe nga gjunahet. Pra, nëse duam ta masim devotshmërinë, a mund ta masim këtë me frikë respektin që kemi në zemrën tonë, në shpirtin tonë? Pra, cila është lidhja midis devotshmërisë dhe frikë respektit në mënyrë të drejtë për drejtë? Allahu Azza wa Jall në surën Zumar e përmend dhe thot: Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. A është i barabart ai personi, a është njësoj si ai personi i cili gdhihet natën me fal namaz, i bjen Zotit sejdë, rrin kam për Allahun Azza wa Jall, ka frikë ahiretin. Po të njëjtën orë e ka shpresë, mëshirën e Allahut Azza wa Jall. A janë barabart me ata që nuk i bëjnë këto gjëra? Që janë neglizhent. Po. Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. A janë të barabart ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Pra kur flasim për frikën dhe shpresën, duhet patjetër që ta kemi këtë ndije, të dimë se çka është me u friksu Allahut Azza wa Jall, çka është me shpresu te Allahu Azza wa Jall. Tash llogaritë pa asnjë vepër të mirë edhe me shpresu te Allahu subhanahu wa taala se kam mendim të mirë se Allah do të na i falë mëkatet. Hasan al-Basriun kur e kanë pyet për këtë, ka thonë, ata të cilët thonë se kemi mendimin e mirë të Allahu, mirë po nuk bëjnë vepra të mira, nuk janë të vazhdueshëm me vepra të mira, ata janë gënjeshtrar. Pra nuk është çështje pretendimi, jo, është çështje që jetësohet dhe konkretizohet me vepra. Jetësohet ai me vepra.
Nuk është komendim të mirë të Zotit edhe asnjë vepër e mirë nuk bëhet për anës tëm. Apo ndoshta edhe më keq i zhytur pastaj në vepra të këqija. Në vepra të këqija. Do të thonë, ashtu siç e përmendja Allah Azza wa Jall, do të thonë nuk ka mundësi me qenë të barabartë ata të cilët i bajnë gjithë këto vepra, kanë frikë Allahun ditën e Kiametit, se çfarë ndodh, po e kanë shpresën mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Pastaj çfarë sa bukur e përmend Allah Azza wa Jall, a janë të barabartë këta që dinë dhe këta që nuk dinë? Se këta që po dinë po e bajnë këta. Po këta që s'po e dinë janë neglizhent, as që nuk nuk janë të interesuar me bëni gjë tillë. Pastaj Allah Azza wa Jall çfarë thot? Qul ya ibadi. Qul ya subhanallahu sa bukur Allahu i thirr. Thuaj robëve të mi. Kjo një përgdhelse, Allahu po i përgdhel robët e vet, po i përgdhel besimtarët. Edhe një fjalë shpresdhënëse, pra. Patjetër, kur përgdhel dikush, domethënë ajo ka shpresë. A ke pa fëmijë kur bën ndonjë gabim, edhe shkon te prindi, tash e din që prindi është edhe i mëshirshëm, po është edhe pak që ja ka frikën. Që tek shprehja e parë, kupton? Po, kur shkon atje afër edhe shes që po e përkthel, domethënë puna mirë është. Ose kur i thet hade bir jam ose hade evlad ose ndonjë fjalë që është përkthelse, e sheh fëmiu domethënë se është domethënë për afrën, për mëshirë, jo për dënim. Edhe kështu, Allahu Azza wa Jall kur po thirr ya ibadi, o robët e mi, të cilët e keni besuar Allahun, ittaqu rabbakum, keni frikë Allahut. Lilladhina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana, ata të cilët kanë vepruar vepra të mira në këtë dunja, do të shpërblehen me të mirë. Wa ardullahi wasi'a. Kjo tokë është e gjanë. Nëse këtu nuk mundesh me adhuru Allahun, shko te toka tjetër. Pejgamberi alayhis salatu wasallam Mekë nuk mundi me adhuru Allahun Azza wa Jall. U dash me shku me shpërngul, me lan vend lindjen, me shku në Medinë. Po, deshi Allah Azza wa Jall që fjala e Allahut të shpërndahet në gjithë rrezullin toksor. Aty ju dha mundësia miro Zotit sejdë, ju dha mundësia me praktiku dinin e Allahut, ju dha mundësia me u shpjegu njerëzve se çka është dini Allahut, çka është feja Allahut Azza wa Jall, si duhet kemi frikë Allahut Azza wa Jall dhe si duhet kemi shpresë te Allahu Azza wa Jall. Ata e kuptuan shumë mirë. Prandaj edhe Allahu ju dha bereqet në për luftra, ju dha bereqet në shpërndarjen e dijes, ju dha bereqet domethënë me shpërndar dhe Islamin në për gjithë ato vende. Llogarit e Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid kur shkon në luftën me persianët. Tash ti llogarit e Persia se çfarë superfuqie ka qenë atë kohë. Edhe Khalid ibn Walid kur të sheh ushtrinë atje thot subhanallahu, thot këta nuk pas kanë dije. Kush po thot? Një njeri i cili është rrit si bedawi, që është rrit me një familje që nuk kanë pas pallate që kanë pas persianët. Nuk kanë pas, domethënë, ushqimin që kanë pas persianët. Nuk i kanë pas të mirat që i kanë pas persianët. Edhe kur fillon lufta atje çfarë thot? Subhanallahu, këta nuk po dikan rregullat e luftës. Pse? Se në zemrën e tij është mbjell shpresa se Allahu Azza wa Jall ka më na dhënë ndihmën, jo prej forcës tonë, po shpresa prej Allahut Azza wa Jall. Pra shpresa nxit optimizmin, vetbesimin, edhe pastaj e përkthej edhe në suksese konkrete. Po llogaritë tash sikur mos po siç i ka thënë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, kur u ka thënë letrën në luftën e Kadisijës, kur i ka dërguar 3 letra, dhe i ka thënë keni frikë mëkateve. Keni frikë mëkateve. Jo keni frikë që të bëni armatim apo numri i ushtarëve të jetë më i madh apo keni frikë mëkateve. Se mëkatet e juve ju bojnë që të pastaj të balancohet lufta mes juve dhe armikut. E pastaj fiton kush është më i forti, numër edhe kush më i forti në armatim. Po keni frikë mëkateve, ruajeni prej mëkateve, se pastaj këtu është shpresa se Allah Azza wa Jall me ndihmën e tij do të na jap fitore. Hoç, bëjmë një shkputje shumë të shkurtër dhe i rikthehemi sërish kësaj bisede, normi që shihemi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi sërish në studio miq, po flasim për frikën dhe shpresën, 2 elemente të rëndësishme në jetën e besimtarit dhe në jetën e gjithë secilit që synon devotshmërinë.
Ju thatë se besimtari duhet të kultivojë vazhdimisht frikë respektin. Po ndërkohë ne ndalemi nga disa veprime për shkak se na dënon dhe ligji. Nuk i veprojmë disa gjunahe apo mëkate sepse konsiderohen dhe vepra penale. Si duhet ta balancojë besimtari, si duhet të ketë një vetdije të qartë që disa gjëra të mos i bëjë për hatër të Zotit dhe jo thjesht për hatër të ligjit. Po, veprat, do me thonë, ose ligjet që vinë direkt nga Allahu subhanahu wa taala, nga Kurani dhe Suneti, ato janë ligjet, do me thonë, që njeriu i përjeton me shpirt. Kurse këto ligjet tjera që vinë, ligjet juridike, ligjet, do me thonë, shtetërore, kështu me radhë, ato janë ligjet, do me thonë, që s'ka të bëjë me shpirtin. Ato ligjet të cilat janë shpirtërore, e kanë vlerën më të madhe se sa ato ligje që janë jo shpirtërore. Arsyeja, nëse unë nuk e bëj një mëkat për hir të Zotit, atë edhe nëse jam vetëm, nuk do ta bëj. Edhe nëse kam pushtet, edhe nëse kam pozitë, nëse kam pushtet, absolut, se kam frikë Allahut azza wa jall. Nuk më shef askush, mirë po kam frikë se Allahu më shef. E kur është diçka e ndaluar me kushtetut apo diçka tjetër, unë ndoshta nuk e bëj derisa, do më thonë, mos të shifem të njerëzit, po nëse më jepet mundësia, ndoshta nuk do të nale. A ka dhe njerëz të tjerë, do më thonë, që nuk e bëjnë, ka, se s'mundemi me mohu, mirë po në shumicën e rasteve, vetëm ajo që ushqehet në aspektin shpirtëror, vetëm ajo të ndalon që mos ta bësh edhe atëherë kur ki mundësi me e bën një gjë të keqe. Për shembull, dietarë çfarë thonë? Për me kuptu ti vetën se sa, do më thonë, ke frikë ndaj Allahut azza wa jall, kur ti je në një vend larg, je larg rrethit ku jeton, larg familjes, larg shoqërisë e kështu me radhë. A do edhe t'jepet një mundësi për me bë mëkatin? A do ta kishe bë apo jo? Nëse do ta kishe bë, nuk ke frikë për Allah. Do më thonë këtë që e shfaq para njerëzve që ke frikë Allahun, kjo është gënjeshtër. Për sipërfaqësore, nuk është reale. Nuk është absolut, është sipërfaqësi. Në qoftë i vetëm, askush nuk sheh dhe jepet mundësia me bë një gjë që e ka ndaluar i Madhi Zot, edhe ti nuk e bën, atëherë jemi mirë me Allahun azza wa jall. Se me të vërtet kemi frikë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj këtu thotë dietar, këtu është devotshmëria. Këtu është devotshmëria që e përmendëm parë se çfarë do të thonë rëndësie ka frika apo shpresa me devotshmërinë. Këtu është që e bën atë lidhjen. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur shkon te një djalosh atje i cili ishte në prag vdekjes, po e pyet si po ndihesh? Ai duke vdek, si po ndihesh? I tha, o i dërguari i Allahut, jam mes shpresës se shpresoj të mëshira e Allahut azza wa jall dhe jam duke u friksuar për gjinaheve të mia. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, ai i cili është në momentin e vdekjes, mes shpresës edhe frikës, Allahu ka m'ia dhënë atë që ka shpreson, edhe ka me rujt për asaj çfarë friksohet. Sa bukur. Prandaj çfarë po thot pejgamberi alayhis salam, kur t'ju vjen momenti i vdekjes, mos keni mendim të keq për Allahun, po të keni mendim të mirë për Allahun azza wa jall, sidomos në atë momentin e fundit të jetës juaj. A i ke po për shembull një person i cili është i smur. Është i smur, çfarë thot? Du me shku te mjeku, po çfarë? Dojna me zgjedh edhe mjeku i cili është më i miri. Se ai me një farë mënyre ai din për dhimbjen tëm, ai din për smundjen tëm, din më mirë. Por operim është më i aftë se të tjerët. Do të thonë kemi një shpresë te një doktor që nuk dihet se çfarë do të ndodh më tutje. Ose njemi në aeroplan. Kush po na mban neve në aeroplan? Çfarë shpresë po na bën në aeroplan që nuk do të rrezohet aeroplani? Po kemi atë shpresën se do të arrijmë. Do të thonë po të njëjtën gjë, paramendatash për Allahun, krijuesin, i cili ka kriju të gjitha këto, mos me pas shpresë të ai, edhe mos me u friksu prej tij. Pra nuk është dhe logjikshme që një besimtar të mos ketë shpresë tek Zoti, mos mbështetet tek ndihma e tij. Absolut. E sa i përket kësaj, do të thonë tek ligjet, që ka të bëjë për ligjet juridike kështu me radhë, e kemi rastin shumë interesant në kohën e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu,
kur është bë Emirul Mu'min, është bë domethënë halifetu Rasulillah, është bë kryetar shteti, e përcakton Omerin radhiyallahu ta'ala anhu si gjykatës të shtetit. Edhe ai Omeri bëhet gjykatës. Mirë, po mbas një kohe Omeri vjen te Abu Bekri dhe thot du me thonë ndërheqje. Du me u largu prej kësaj pozite. Dhe Abu Bekri nuk e pranon dot. Si dal ti je njëri më i duhur për këtë pozitë që e ke. Thot vallahi thot jo. Arsyeja se prej momentit kur jam caktu si gjykatës deri më sot asnjë land, asnjë ankesë nuk ka ardhur. A shifni, ai që ka frikë Allahun azza wa jall, nuk ka nevojë as në të gjykata me shku. Se nuk i bën dëm tjetrit. Prandaj Omeri thot si gjykatës nuk du më këtë pozitë, du diçka tjetër se po marr rrog pa vepru asnjë gjë, pa punu asnjë gjë, duke nejt. E sot gjëja më e bukur është me punu diçka edhe mos me vepru asgjë. Këto dy ndjenja pastaj rregullojnë gjithë shoqërinë dhe jo vetëm thjesht të brendshme në individin. Prandaj se ana shpirtërore e rregullon edhe shoqërinë. Se kur të kesh, domethënë, edhe në komunikacion, e ke pas subhanallahu, në komunikacion kur kemi nganjëherë që ajo mëshira Allahut azza wa jall kur ashtu, ja, edhe pse nuk kanë drejt i dhajnë përparësi njëri tjetrit. Në komunikacion thjesht, ose Zoti na vëj kemi frikë mos me hyn hak, mos me dëmtuar. Të gjitha, ama krejt kjo është më shumë është në aspektin shpirtëror. Nuk është në aspektin domethënë kështu të përgjithshëm. Po do të ngremi mbi nivelin e ligjeve toksore në një farë mënyrë, po, sepse atyre dhe mund të shmangemi. Patjetër. Ndërkohë një këshill hoxh për ata cilët duan që të kultivojnë vazhdimisht frikë respektin dhe shpresën tek Allahu për t'u afruar me devotshmëri tek ai. Çfarë do të jepni disa udhëzime dhe disa këshilla konkrete praktike? Për këtë më kujtohet një dietar i famshëm, Sufjan ibn Uyeyne, shkon te Harun al-Rashidi, edhe Harun al-Rashidi kishte një gotë me ujë në dorë. Edhe kur hiri ai ishte dietari i famshëm, dietar shumë me nam të madh për kohën. Po dhe tani domethënë është në për libra shpesh e gjejmë emrin e tij që subhanallahu shumë dietar i madh. Edhe subhanallahu i thot këshillom diçka. Se Harun Rashidi gjithmonë kur ka pas domethënë takime me dietarët, gjithmonë ju ka thonë këshillomni. Harun Rashidi ka qenë halife, ka qenë një prej më të mëdhenj në historinë njerëzore. Prej Abasitëve. I thot Sufjanit këshillom diçka. Edhe kur e pa që ka në dorë një gotë me ujë, i thot sa do të kishe dhënë prej pasurisë tënde, sikur të kishte më munguar ajo që ka në dorën tënde edhe ti i jetër. Harun Rashidi tha do ta kisha dhënë gjysmën e pasurisë. Tha Allahu të nderoft pije. Edhe e pin ujin. E lën gotën. Thëtojmë, o Emirul Mu'minin, ose khalife, thët tani, kur ke nevojë, Allah i nderoft, për me shku në, për me nxjerr, do me thonë, sa kishe me dhanë për i pasurisë tane. Ke problem, duhet me kry nevojë, edhe nuk mundesh. Sa do të kishe dhanë për i pasurisë tane, që me bërë një gjatë tillë, thët do të kishe dhanë tër pasurinë. Thët subhanallah, thët kjo thët është dunjaja jote. Thët gjysmën e pasurisë për një gotë, kurse për me nxjerr tër pasurinë. Edhe Harun Rashidi fillon me qajt shumë, pej frikës. Se kjo është subhanallah, mjafton nga njëherë një këshill, ndoshta shumë është e thjeshtë, po mjafton me medituat këshill, me pas dhe me thonë parasysh se çfarë po dënë me thonë me këtë këshill. Edhe Harun Rashidi fillon me qajt shumë. Po tash për mi dhanë, se kjo ishte pjesa e frikës, për mi dhanë tash shpresë, i thët, o prisi besimtarve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se Allahu dhul xhelal i ka 100 mëshira. Një mëshirë e ka lanë në këtë dunja, e që prej Ademit alayhis salam deri në kiamet vetëm me këtë mëshirohemi. E keni pa domethënë se edhe kafsha sa është e mëshirshëm ndaj të voglit sa e kështu me radhë, thet vetëm me një. Po para 99 Allah azza wa jall i ka rujt për robët e tij besimtar në ditën e kiametit. Dhe kur e ngjan këtë, Harun Rashidi fillon mu relaksu. Pra do me thonë, gjithmonë njeriu duhet me jetu mes frikës edhe rajas, edhe shpresës.
E çfarë të bëjmë? Çfarë të bëjmë që ta kultivojmë këtë? Duhet që non-stop jemi të vazhdueshëm, domethënë të kemi lidhje me Kur'anin. Jemi lidhje domethënë me librin e Allahut Azza wa Jall. Se subhanallahu nuk ka shumë pak mundesh me gjetë në Kur'an e që Allahu Xhelal kur e ka përmend xhehenamin, nuk e ka përmend edhe xhenetin. Kur i ka përmend veprat e këqija, e që si përmend më poshtë veprat e mira, ose veprat e mira më poshtë veprat e këqija. Ku do me hap Kur'an, po kësi stili Allah Azza wa Jalla ka përdorur. Është i balancuar në këshillat. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira. Neve të kemi dërguar ti o Muhammed me të vërtetën si çfarë? Si përgëzues, po edhe si qortues. Domethënë, si përgëzues shpresë, si qortues frikë. Mi ju tregu tjerë, mi ju tregu njerëzve domethënë se çfarë duhet të kesh frikë dhe çfarë duhet të kesh shpresë te Allahu Azza wa Jall. E për me pas domethënë këtë ndjenjë, duhet që të jemi të lidhur më shumë me Kur'anin, të jemi të lidhur më shumë me namazin. Para mendoj jemi duke fal namazin. Kur të fillojmë me fal namazin, duhet me pas frikë se si po e falim namazin. Jo vetëm me fal namazin shkelesh kohajt të largojmë, siç thot një dietar, thot dallimi i namazit të sotshëm që e bëjmë neve me dallime namazit të atyre që kanë qenë para nesh, është se neve themi, hajde të falim ta hekum dert, ta hekum gale, se po na rrin gale mbi kokë, ta hekum namazin, pastaj vazhdojmë. Kurse ata kanë thonë, hajde të him namaz edhe të kënaqemi, edhe ta shijojmë. Këtu është dallimi. Do me thonë, kur të futesh namaz, si po futesh namaz? Apo futesh me dëshirë, me një lloj frike që si je duke kry këtë ibadet, edhe çfarë po pret pi Allahut Azza wa Jall ditën e Kiametit, apo veç ta heki si obligim se po mrin si dert, si gajle kështu mbi kokën time, edhe të vazhdoj pastaj me kënaqësitë e tjera. Pra frika dhe shpresa e balancuar na rregullon adhurimet tona, na rregullon emocionet tona, po na rregullon dhe gjithë shoqërinë tonë. Patjetër dhe nuk ka fije dyshimi. Hoxh Zoti shpërblet për të këshilla. Allah i nderoft, Allah i vëshpira. Për miq, ky ishte takimi i sotëm, folëm për frikën dhe për shpresën, citoj ajetin që Hoxha e përmendi gjatë emisionit ku tha se Zoti thot në Kur'an nuk janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë, prandaj duhet ta njohim, duhet të dimë për shpresën dhe për frikën dhe duhet t'i kuptojmë drejt dhe t'i jetësojmë ato, pasi kështu do të jemi të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Ju falenderoj për vëmendjen, miru takosh.